Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamat dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër ndarshëm, jemi me një dua tjetër kuranore, të cilën Allahu i lartësuar përmend në Kur'an, me një kontekst madhështor në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është fjala për betejën e Uhudit, pasi që përfundon betejë edhe ndodh se çfarë ndodh, plagoset sikur plagoset pe sahabeve, plagoset profeti sallallahu alaihi wasallam dhe vdesin pe sahabeve, kthehen sahabët bashkë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe fillojnë njerëzit me përhap lajmin në krye të tyre munafikat, hipokritët fillojnë me friksu muslimanët se idhujtarët tashmë që janë largu nga betejë e Uhudit, kanë bunjet ose janë nisë për më kthy edhe një herë, me ju luftu edhe një herë, me që deri në fund luftën edhe me ju shfaros me një farforme. Dhe sapo ndodh kjo betejë, sapo ndodh kjo zhurmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep urdhër që të mbledhen përsëri ata të cilët kanë qenë me të në Uhud, që dalin tashmë t'i presin edhe një herë jo besimtarët jashtë Medinës. Kjo betejë njihet në librat e historisë, edhe pse nuk ka pas ballafaqim, po më një herë është manifestuar me gatishmërinë e muslimanëve që më përgjigj Allahut të lartësuar. Dhe merrën një moment sahabët të lodhur, të plagështuar pe betejës Uhudit, të plagosen, hala me plagë të hapne, hala të pashërun mirë, hala të papushun mirë, ju vjen ky lajm, kjo sprov tjetër që më përgjigj Allahut, më përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ballafaqimin me armikun tjetër. Dhe Allahu i lartësuar e përshkruan këtë ngjarje. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum. Atyre të cilët njerëzit ju kanë thonë, janë mbledh, janë tubu njerëzit me ju luftu juve. Fakhshawhum fazadahum imanan. Friksojuni atyre. I thojnë, ju mbledh njerëzit, keni tutën tash se kanë mjo maru, keni me përfundu në betejën me ta. Ndërsa kjo e përshkruan fundi i këtij ajeti, e përshkruan gjendjen e besimtarëve. Fazadahum imanan. Kjo thirrje e njerëzve vetëm sa jo ka shtu edhe ma shumë besimin. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dhe thonë, besimtarët thanë, na mjafton Allahu është mbrojtësi jon, sa kujdestar, sa rujtës, sa mbrojtës i mirë që është ai. Tek ai mbështetemi. Kjo është ajo shprehja të cilën ne do ta shtjerëllojmë në këtë pjesë të ligjëratës, pra fjala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu, sa mbrojtës i mirë që është ai. Tregohet për njërin prej sahabeve, të cilën transmeton Abu Sa'id Maula Aisha bint Uthman, i çrobruari i Aishës bijës e Uthmanit, se një person ka shku tek prej sahabeve prej fisit Banu Abdul Ashhal, thot, kemi marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejën e Uhudit, unë edhe vllau im. Dhe që të dy jemi kon të plagosen. Pasi që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha urdhër për me dalë përsëri mi kërku armikun, atëherë i thash vllaut tim, që ka qenë i plagosur me të, a mos po do më na hub betejë, me marrë pjesë në betejë me të dërguarin Allahut, atëherë përgjigjet ai thot, wallahi thot, nuk kemi mjet udhtimi që me udhtu, më përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe plus që s'kemi mjet udhtimit, edhe jemi të plagosur rond. Edhe thot ky sahabi, thot, jemi dal bashkë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe unë kum ecë, edhe pse isha pak ma me plag ma të leta se sa vllau im. Kur u lodh ke vllau im, Ukbe, thot, e kum bart ata, deri sa kena përfunduar në atë vendin ku janë të bu muslimanët që ju kanë përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka ndodhur ballafaqimi dhe ju kthy besimtarët me fitoren që ju kanë bind Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kështu kanë dalë fitimtar. Dhe kjo fjalë, kjo lutje të cilën janë shpreh ata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, pra i bie që hasbunallah, na mjafton Allahu,
Allah na mjafton në çdo çështje tonë. I mjafton brengës së muslimanit, i mjafton çdo derti të cilën e godet, çdo brengë që e godet besimtarin, Allahu është ai që i mjafton kundër këtyre derteve, kundër këtyre çështjeve, kundër këtyre brengave e kështu me radhë. Ni'mal wakil. Fjala ni'mal wakil i bën përfshirjen e cilësive më të përsosura. Allahu është ai i cili na mbështetemi tek ai, është ai i cili është më i miri mbrojtës, më i miri kujdestar për neve. Wakil gjësisht i bjen ai i cili e merr përsipër çështjet e robërve të tij në mënyrën më të mirë, në mënyrën në kryerjen, në kujdesin, në përkujdesjen, në mënyrën më të mirë të çështjeve të robërve të tij. Nuk ja u humb ato dhe nuk i lën në lloç që thonë populli. I ruan kujdeset dhe ja u kryen çështjet në mënyrën më të mirë. Pra keni parasysh tashti kur e thu këtë fjalë hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu, më mjafton mua Allahu sa mbrojtës i mirë që është ai. Allahu i lartësuar është kujdestari i çështjeve të robërve të tij, ja u kryen ato në mënyrën më të mirë dhe nuk i lën në lloç, nuk i lën në baltë. Pra nuk i lën pa i mbështet, pa i ndihmu. Nëse don mi realizu këtë ndihmë të Allahut të lartësuar, atëherë sa më shumë që i nënshtrohesh Allahut të lartësuar, sa më shumë që e shfaq atë robrinë tënde ndaj Allahut të lartësuar, aq më shumë do të jetë edhe mbrojtja e Allahut ndaj teje. Aq më shumë do të jetë edhe mbrojtja e Allahut ndaj teje. Allahu i lartësuar thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kush mbështetet në Allahun e lartësuar, Allahu i mjafton atij. Po ashtu, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa inna Allaha 'azizun hakim." Ai që mbështetet në Allahun e lartësuar, le ta di se Allahu është i gjithfuqishëm dhe i gjithurt. Këtë lutje është sunet ta themi sa herë ballafaqohemi me ndonjë çështje të rëndë, sa herë që ballafaqohemi me ndonjë frikë, sa herë që na ka plënë ndonjë breng, me thon hasbunallahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu i lartësuar dhe ai është mbrojtësi dhe kujdesari më i mirë. Madje Nawawi rahimahullah, ky dietar i madh, thotë preferohet që besimtari ta thotë në çdo vend hasbi Allah, në çdo vend dhe në çdo qëndrim të tij, me thon më mjafton Allahu, dhe kjo tregon atë mbështetjen që e kiti tek Allahu i lartësuar dhe dorëzimin e të gjitha çështjeve tek Allahu i lartësuar. Këtë lutje e kanë thonë leçe e kanë thënë besimtarët, o e kanë thënë edhe Ibrahimi alayhis salam kur është hedhur në zjarr. Tregon Abdullah ibn Abbasi, thot Ibrahimi alayhis salam kur e kanë hedhur në zjarr, e ka thënë lutjen të cilën e ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me besimtarët, inna an-nasa qad jam'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Kur njerëzit ju kanë thonë se njerëzit janë të bukur ndër jush, atëherë friksojnë atyre ju ka shtu imani dhe kanë thonë na mjafton Allahu, Allahu është ndihmësi dhe mbrojtësi më i mirë. Pra ka thonë Ibrahimi, e ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, e kanë thonë sahabët në atë betejë, po ashtu e ka thonë Ummul Mu'minin Aisha, nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, atëherë kur ka mbetur prapa, kur besimtarët janë duke u kthy nga betejë dhe kanë mbetur vetëm dhe është kthy me Safwanin, i cili e ka ndihmu Safwan ibn Mu'attal kur i ka ndihmu me hyp në deve dhe ka vazhdu Safwani përpara dhe Aisha e hyper mbi deve. Atë sprovë të cilën është godit kur e kanë lënë vet ushtria e muslimanëve, se nuk e kanë ndje që mungon prej asaj farë shtëpizës e cila vendoset mbi deve, pasi që ka shku mi kry nevojat e saj, nuk e kanë ndje që nuk është me ta dhe kanë hecë ushtria muslimanëve dhe kanë ndodhur ajo sprova të cilën e kanë shfrytzuar hipokritët dhe kanë shfif për Aishën derisa ka zbritur dëlirësia apo pastrimi i Aishës në surën Nur, ato 15 ajetet ku Allahu i lartësuar e ka marrë mbi arsh ka zbrit ajete për pastërtinë dhe fesnikrinë e nënës së besimtarëve Aishës. Dhe kjo thotë kur në atë rast kom thonë hasbi Allahu wa ni'mal wakil, më mjafton Allahu, Allahu është mbrojtësi dhe kujdestari më i mirë. Pra e shohim që ne jemi të urdhëruar ta ndjekim pasimin, ta pasojmë pejgamberin ton, ta pasojmë ajetet kuranore, të pasojmë gjitha këto veprime të sahabeve në raste të ndodhive të sprovave, ta themi këtë fjalë sa herë të friksohemi hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Madje transmetohet një hadith prej Ebu Saidit të cilin e shënon Tirmidhiu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kayfa an'um, si të kënaqem me jetën, si ta shijoj, si ta shijoj jetën, thot kur meleku i cili është i urdhëruar
mi fry surit, më bo kiameti, Israfili, thot e ka marrë atë farë bririn, atë farë surin, dhe e ka afru të goja ati, ka bëhet gati dhe i ka hapë vesh duke e pritur thirrjen, që mu bo kiameti dhe mi fry surit, mu prish bota, pastaj mu urdhëru dhe mu ringjall njerëzit. Sahabët janë friksu, dhe sikur e kanë pasur kiameti shumë afër ku ka, atëherë kanë thonë ja Rasulullah, fama naqul, o i dërguari i Allahut, atë çfarë themi? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ala Allahi tawakkalna. Thoni, na mjafton Allahu na mjafton neve. Wa ni'mal wakeel, sa mbrojtës, sa rujtës i mirë që është ai, tek Allahu ne jena mbështetur, tek Allahu jena mbështetur. Dhe kjo lutje po ashtu përmendet në fund të surës Taube. Në fund të surës Taube, sura Taube është një kontekst të dispozitave të rona. Për atyre dispozitave Allahu i lartësuar është i thirr besimtarët i përgjigjen Allahut dhe të dërguarit e tij në luftë, po ashtu në dhënien e zakatit, po ashtu përmenden hipokritët dhe përmenden disa betejë. Në fund të fundit, ajeti i fundit, Allahu i lartësuar përmend këtë lutje që e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që nëse njerëzit nuk të përgjigjen ty, nëse njerëzit ta kthejnë shpinën, atëherë ti thuaj fa in tawallaw fa kul hasbi Allahu la ilaha illa hu. Nëse njerëzit zbrapsen, kthehen, nuk të përgjigjen, atëherë thuaj më mjafton Allahu, nuk ka zot tjetër përveç tij që meriton më adhuru. Alayhi tawakkalt, tek ai jam mbështetur, wa huwa rabbul arshil azim, ai është Zoti i arshit të madh. E shohim në këtë ajet madhështor një mësim për thirrësit në rrugt të Allahut, kur njerëzit nuk i përgjigjen ftesës së tyre, atëherë le ta thojnë këtë fjalë, nga se Allahu ju mjafton atyre, dhe e bukra tek Allahu le të mbështeten, dhe e bukra e përfundimit të ajetit, wa huwa rabbul arshil azim, dhe ai Allahu është Zoti i arshit të madh. Pra ty të mjafton Allahu kundër çdo derti, çdo brenge që ta shqetëson zemrën dhe ta shqetëson gjoksin tënd. Edhe nëse thirrjes tënde nuk janë ka i përgjigjen njerëzit, atëherë ty të mjafton Allahu, nga se Allahu është Zoti i arshit të madh, që është krijesa më madhështore e Allahut të lartësuar. Pra ta mbush zemrën tënde me madhështi për Allahun e lartësuar dhe mbështetesh tek ai, se e ke një Zot që është i gjithfuqishëm, që është krijuesi çdo gjëje. Merrni mend këtë krijesë madhështore të arshit madhështor të cilën Allahu i lartësuar përmend, po thotë fa in tawallaw, nëse këta njerëz nuk të përgjigjen, të zbrapsen, ta kthejnë shpinën, atëherë ti thuaj o Rasulullah, hasbi Allahu la ilaha illa hu, më mjafton Allahu, nuk ka zot tjetër përveç tij që meriton më adhuru. Alayhi tawakkalt, tek ai jam mbështetur, wa huwa rabbul arshil azim, dhe ai është Zoti i arshit të madh. Dhe kjo është një mësim që edhe ne kur ballafaqohem me brengat tona të kësaj bote, ta përsëritim këtë shprehje, këtë lutje kuranore, hasbi Allahu la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Apo më thonë hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.